Shiheni pak si tallet kë. Akshi është një institucion krenarie për ne. Patjetër mos zotëri që ti e krenar për Akshin, se vetëm të faktuara nga SPAK me duart e Ergyes Agasit ke futur në xhep të paktën 40 milion euro. Dhe këto janë të faktuara deri tani, por jam i bindur që krenaria jote është edhe më e madhe se aq. E teksa ata që të votojnë në masë rrinë me ditë pa ujë sepse zotrote as minimumin e qeverisjes nuk siguron dot, ti numëron miliardat në offshore dhe pastaj na shfaqesh edhe krenar. Po për çaj e krenar ti? Për i Alban janë që 3 herë s'punon dhe 1 herë punon. Për ato të dhënat personale që na i nxorë sheshin. Jo. Ti e krenar për ato tenderat që nga 2 bëheshin 4 me urdhrin tënd nga goja e Gysit. Për ato po, se ke futur milionat në xhep ti. Po s'ke faj ti jo. Ka fajin shqiptarët që të vazhdojnë dhe të votojnë ty. Se ti tani ke dalë hapur fare, si hajdut dhe mbrojtës hajdutësh. Unë një thirrje e kam për SPAK. Hetoni paratë e Agasit. Ndiqni ku kanë shkuar, në cilat llogari offshore, në cilat portofole virtuale dhe aty do gjeni Edi Ramën. Mos ju ndani këtij maskaraj, i cili nuk mjaftohet vetëm duke na vjedhur, por do dhe të na tallë më pas. Forca SPAK-u.